Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashk. Unë sot do të vi me një recetë supe për natën e vitit të ri. Është një recetë shumë e shijshme dhe shumë e thjeshtë për të përgatitur. Përgatitini këtë recetë për këtë natë feste dhe si surprizoni të afërmit tuaj. Fillojmë ta përgatisim. I parë që unë i kam bërë mishit është e kam shplar mirë me ujë të bollshëm dhe më pas e kam vendosur në një enë të thellë ku e kam mbush me ujë dhe i kam hedhur gjysmë gode udhëtull molle ose rushi. Çfarë t'ju gjen detyrë në shtëpi nuk ka asnjë lloj problemi. E kam lënë gati 3 çerekore atje, pastaj e kam shplar mirë dhe tani e kam gati për ta zier. E vendosim mishin e qingjit për ta zier dhe do ta ziejmë deri sa mishi të shkëputet shumë kollaj nga kockat. Do t'i hedhim ujë mjaftueshëm, se siç e tham dhe më përpara, që mishi të shkëputet shumë kollaj nga kockat. I vendosim kapakun dhe lëm të ziej. Do t'i hedhim kripën. I vendosim kapakun të ziej përsëri dhe tani do përgatisim kremin e supës. E rajmë, kur na bëhet një masë e njëjtë, vendosim kosin. Do të vendosim një gotë ujë, sepse mielli duhet na tretet shumë mirë, mos na ngelet kokra. Vendosim miellin. E kemi përfituar edhe masën kremozo, do e lëmë një anë dhe do fillojmë që të zhveshim mishin nga kockat, të cilën mishi pothuajse është ftohur. E kemi dhe mishin e zhveshur, kemi dhe kremin e supës dhe tani vemi që ta përgatisim. Mishi duhet jetë i vakët. E vendosim dhe kremin. I vendosim pak ujë për të e trazojmë. E kemi përfituar masën kremozo, tani do të vendosim mishin. Do ta lëmë të marrë vetëm 2 val. Kjo supë është e mrekullueshme. Përgatiteni për natën e vitit të ri dhe do ngeleni shumë të kënaqur. Supa e mori ato 2 të zierat e para dhe tani do ta heqim për ta servirur. Para se ta servirim, unë do t'i hedh pak piper të kuq. Kjo varet gjithmonë nga dëshira juaj. Do t'i hedhim dhe gjalp të shkrirë. Dhe gjalpin mund ta vendosni në kupat tuaja në momentin që servirni. Supa na ka dalë shumë e mirë, plus që është dhe shumë e shijshme. Supën e kemi gati për ta servirur. Ju bëftë mirë.